Përshëndetje. Vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për garantimin e trajtimeve hormonale ngre një pyetje të madhe, morale, sociale dhe politike. Si mund të gjejë qeveria fonde dhe prioritete për politika të tilla, ndërkohë që mijëra qytetarë të prekur nga sëmundje të rënda vazhdojnë të përballen me mungesën e medikamenteve jetike në spitalet publike. Sot, shumë pacient me kancer detyrohen të blejnë vetë ilaçet, të presin me muaj për trajtim ose të kërkojnë ndihmë jashtë vendit. Familje të tëra po paguajnë kosto të larta për të shpëtuar jetën e të afërmve të tyre, ndërsa qeveria zgjedh të promovojë politika që nuk përfaqësojnë nevojat më urgjente të sistemit shëndetësor shqiptar. Për Partinë e Lirisë, prioritet absolut është garantimi i shërbimit shëndetësor bazë, furnizimi i spitaleve me barna, trajtimi dinjitoz i të sëmurëve kronik dhe mbështetja e pacientëve që luftojnë çdo ditë për jetën e tyre. Shteti shqiptar ka detyrimin të mbrojë interesin më të lartë të fëmijëve. Çdo politikë publike që prek të miturit duhet të trajtohet me kujdes maksimal, transparencë dhe debat të gjerë shoqëror. Partia e Lirisë është në krah të prindërve shqiptar të cilët kërkojnë që institucionet të mos promovojnë ideologji apo qasje që ata i konsiderojnë të papërshtatshme për moshat e reja, pa një diskutim të hapur dhe pa konsensus shoqëror. Qeveria duhet t'i japë përgjigje. Pse nuk garantohet fillimisht trajtimi i të smurëve me kancer? Pse pacientët vazhdojnë të vuajnë mungesën e ilaçeve bazë? Pse spitalet publike përballen me mungesa të vazhdueshme, ndërsa fondet, kapacitetet shtetërore orientohen drejt prioriteteve të tjera? Shqiptarët meritojnë një sistem shëndetësor që vendos në qendër jetën, shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve. Ata meritojnë një qeveri që kujdeset më parë për pacientët, që luftojnë për mbijetesë dhe për mbrojtjen e fëmijëve, jo për propagandë dhe fasada politike. Propagandës rilindase i shqer maska. Qytetarët kanë dalë në shesh të protestojnë, sepse kërkojnë dorëheqjen e kësaj qeverie të papërgjegjshme, që luan me të ardhmen e fëmijëve tanë. Qytetarët kërkojnë përgjegjësi për dështimin e shëndetësisë, arsimit dhe shpopullimin e Shqipërisë. Është koha që qytetarët të dëgjohen. Faleminderit.